Sot do të ndaj me ju një teknik të pranayamës e cila quhet Bastrika. Në ka një teknik më të fuqishme për aktivizimin e energjisë në trupin tonë, si dhe për ta përqendruar mendjen maksimalisht, ajo është Bastrika. Unë do t'ju tregoj hapasapi sot si ta praktikojmë Bastrikën, këtë teknikë të fuqishme e cila kombinon frymëmarrje të shpejtë, frymëmarrje të thellë dhe forcën e krahave. Bëjmë gati, ja nisim së bashku. Forca do merrni frymë me hund dhe do ngrini duart lart. Do nxjerrni frymën sërish me hund dhe do vini me brylat përqafoni kafazin e brinjëve, duart nga të hapura, shuplakat bëhen grusht. Mund ta praktikoni fillimisht për 10 troke të tilla dhe më pas mundet ta përsërisni me 2-3 raunde. Mbasi ti mbarojnë këto 10 troke, do marrin frymë thellë me hund dhe do ta mbaj frymën brenda për 10 sekonda. Dhe më pas lirojmë frymën dhe normalizojmë frymëmarrjen. Praktikojmë. Merrni frymë, mbajini frymën brenda, mbyllini syt sërish për ta pasur përjetimin edhe më të thellë. Me ngadalë tani, lëshoni duart edhe mbani syt e mbyllur, thjesht ndjeni aktivizimin e energjisë brenda trupit tuaj. Shumë mirë, mund ta përsërisni edhe për 2-3 raunde të tjera nëse dëshironi. Ju përqafoj. Namaste.